Ktheva me gjuna shumë ka bufa e sa herë kam hir. Assalamu alaikum për të gjithë ju që vini në këtë pjesë të tretë të programit të drejt për drejt mbi titullin Jeta me Kur'an, së bashku me profesor doktor Hafiz Khaireddin Hoxha, me të cilin po trajtojmë edhe sonte në si çdo të martë para në këtë emision të drejt për drejt. Pjesa e tretë e emisionit ka të bëjë mbi përgjegjësitë e këtyre shqisave, ndërsa pjesa e parë dhe e dytë ishte mbi rëndësinë e zemrave dhe e ndëgjimit, e të shikimit. Pas u përqendruam tek mirëpërdorimi i këtyre shqisave, do thotë mirëpërdorimi i shiqimit, zemrës, dëgjimit dhe të tjerave, ndërsa tashmë është tek përgjegjësia e këtyre shqisave. Kjo është pjesa e tretë e këtij programi, kështu që ne për të nisur në këtë pjesë të tretë programin e sonte, kalojmë fjalën tek profesor Dr. Hafiz Khaireddin Hoxha. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit moderator. Shikues të nderuar, mirë se vini në pjesën e tretë të këtij misioni ton. E për pjesën e tretë e kemi zgjedhur një ajet kuranor që po mundohemi me fut në jetën tonë. Të integrohemi me këto ajete, të mishërohemi me këto ajete. Thotë Allahu xhalla shanuhu në surat al-Isra, ajeti 36: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Që në përkim do të thotë, mos ju qas, asaj për të cilin nuk ke njohuri. Pse të dëgjuarit, të pamurit dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi. Edhe njerë për përsëriti për kthimin. Mos ju qas, mos shko mbas diçka, mos pretendo diçka që nuk din e ti thua di. Mos thuj diçka kom dëgju e ti nuk e ndëgju. Mos thuj diçka kam pa e ti në fakt nuk e pa. Ki kujdes. Mos fol pa dituri, mos thuj diçka kam pa në realiteti nuk e pa asgjë, dhe mos thuj kam dëgju e në realiteti nuk e ndëgju asgjë. Pse ja Allah? Se të gjitha këto shqisa tani çka e përdorëm, çka e përmendëm, të gjitha këto të mira që ti ka dhënë Allahu xhalla shanuhu, po nëse ti i keq përdorish, po do të japish llogari dhe do të përgjigjesh për ta. Unë tani po du në jetën time të punoj me këto ajete. Po du këtë ajet të surat al-Isra numër 36 ta futin e jetë. Po ta forcoj besimin tim, e tani unë çka më bën? Normal teknika tona që po i përsëritim disa herë, e përsëritim edhe ajetin. Me ditë arabisht me lexu, bereqet për mi bereqet, nur ala nur, drit për mi drit. Mirë, por nëse nuk di, atëherë, për kthimin, mos ju qas, mos shko mas diçka të cilën nuk ke njohuri, mos thuj diçka unë e njoh di e ti nuk din. Mos thuj diçka kom dëgju e ti nuk e ndëgju. Mos thuj diçka kom pa e ti nuk e pa. Atëherë filloti me qortu veten tënde. Unë a përzihem shpesh, do thot, tema ku debatohen në për mezhlise, në për dhoma, në për nejet e ndryshme. A kam qef edhe unë më përzi, u inkuadru në ato biseda, a dit hiq. Inkuadrimet e mia, komentet e mia, a janë bazuara dikun në referenca,
në burimet shëndosha, në libra, në dituri, apo jo? Shtroho këtë pyetje. Je llafazan numër 1 goja s'pëtnalet në për mezhlis. Ha? Apo në për mjetet sociale. Po, me mesazhe të ndryshme, në Twitter, në Instagram, e në Facebook, apo në WhatsApp, në Viber, po, sa je ti i sigurt për këtyre lajmeve çka po i poston? Sa je ti dhe thot zemrën, sa ke të shëndosht dhe që të rahatshme që këto lajme, këto informata tani jenë sakta. Shtroho këtë pyetje vetes. Po të kishim punua sot bota, muslimanët, me këtë ajet koranor, o vëllezër, o motra të ndershme, dëgjoni mirë, vetëm për këshill edhe juve, sot armiqësia mes popujve kishte më qenë më pak, dhe dezinformatat kishin më qenë më pak, dhe nuk kishin mu shkaktua panik dhe më thonë pa nevojë. O nuk po dua dhe une mu fut në trangun atyre të cilëve dhe thot jenë fut tani në këtë kampanje në fushat lidhje me këtë virus, runa zot, me virusin korona. Pa përshifin e bresa dezinformata po bohen në përmjete dhe thotë të sociale vre. A përshifni sa burime dhe thotë sa kontradikta ka, e sa burime nuk kënë shëndosha, e sa thashe thame, e sa numri viktimave, e vakcinave, e kush e qpiku këtë nga erdhë ky, e kush ashtu, sot runa zot, mo merë me men tani, dje edhe par dje lajmi ka ardhë thot edhe këtu në Katar, që është ndalë edhe qka mësim besimi në për shkolla fillore në universitete, po mos të bohon në mënyrë kolektive, mos të bohon në zonësit studentet, deri dhe thënë, kur të lajmëron Ministria e Edukimit dhe Arsimit. I ka ndaluar dhe gjumat në për Itali e Zvicër, nuk po falen dhe thot gjumat. So që di që edhe këtu do nga vjen urdhi, po qka me nale dhe na namazin e gjumas, mos të me të bu, se runa zët virusi do në me nasurmu krejtëve. Ku me dit, kush e ka qpik këtë luft biologike, kush e ka kriju këtë virus në laboratorët tani e ka lëshu në treg se kënu konë diqka resht, më të jenë këta smundje, më të jenë këta senë. Po na muslimat i kemi në principet tona, i kemi etikën tonë në pastrimit, po të marrjes së abdesit, larjes së durve, po të dezinfektimit, të parfumosjes, po na jemi, qysh në ka thonë pejgamberi alayhis salam dhe Kurani, dhe më thonë feja që na ka edukuar për higjen dhe pastërti. Çka për na thoi ministria sot? Po largoheni nga vendet ku ka shumë popull, po dezinfektoni durët e juaja dhe thot, po mos përdorni dhe thot gjanat që i përdorin të tjerë, kini kujdes nga pastrimi durve, lani duart tuaja, gjitha këto muslimani i van. Po mbi gjitha është kaktuar panik sot në botë në lidhje me këtë çështje. Allah xhaleshano po thot ki kujdes. Mos u futi që se ti asë nuk je ekspert, asë nuk jem ekspert për këtë çështje dha, asë nuk punoj Ministri të Shëndetësisë, asë nuk kam informata sakta, po më ka lajmi mu WhatsApp, mu leon tashti 100 postime forward i bëj, shokëve, në Twitter që është menjëherë, ki kujdes, se do t'japish përgjigje për këta çka po bën. Ajeti po thot se dëgjimi, shiqimi, dituria, nëse keq përdorën këto shqisat, kana anhum mes'ula, je mes'ul, je responsible, je përgjegje, s'ke me dhon përgjegje, do të llogaritesh. E kështu punohet me këtë ajet. Mos fol në diçka që nuk din. Mos u përzi dikon që nuk je i thirrur. Nëse nuk din, je profesor, je hoxh, je doktor, po sa herë ka bëva ki, studentën kanë pyet në klasë, e për në sallë, a din ku më thon kam nevojë më vërtetu, më prit një ligjëratën e ashme ju tregoj. Nuk ka turp bre. Ne kanë mësuar dhe dietar të xhallar në Siri neve para 38-9 viteve, 40 viteve, gati vitet 80-83. Po kur i pyetshim na, e thekë profesori Allah i rujt ata, profesor Jusufi dhe çka? Sa do ke marrë me thë nuk di çka u bë, s'u bë kiameti, nuk di. Edhe unë sot i them studentave të mi, i them xhamatit. Mi jepni kohë të lumtoj pak. Nuk ko marrë me thë nuk di. Edhe për këtë çështje
çka po bëhet sot bota panik, çka po përzin e llafe, e pazarllëqe, nuk ka puna jeme. Këshyri hallet e tua, këshyri gjinaat e tua, po këshyri familjen tënde. Po, me përgjithësia ndaj shiqimit, po shifni sot ku ka rinia, çfarë rini degenerune, dhe thot jemi tu përjetu, si familje tona, si fëmijët tona, po nuk po nalet bre, armiku bre, me këta rjetet sociale, duke dhe internetin, duke çfaq programe, e duke çfaq aplikacione, e duke bo, dhe më thon koleksion të filmave, si Netflixi, e si drejt që me di se spidi edhe ata emra në falli bre, po me këshyr, shka me këshyr aty bre? Shka me këshyr aty? Po kur një farë marifeti bre, kur një farë gjanet mirë bre, nuk po shoh bre. Vetëm keq e ma keq. Me prish rinine, me prish popullin, me prish familjen, tradhti, masakër, dhe thot mbytje, terrorizëm, thika, po grabitje, prostitucion, droga, a që kjo në kultura, ruje shikimin. Ruje shikimin që ta ka dhënë Allahu xhaleshanu se ka mundësi me ta marrë Perëndia, ka mundësi me ta marrë Allah dhe me t'i qoru syt, dhe kur mos me ta kthye më. Po. Këshyrin filmat. Çka me këshyr? Çka me këshyr? Hajde po dalim korza, hajde po dalim një kafe, një diçka, po. Rregull, kafja nuk është haram me pi, as çaj nuk është haram, me gjanat halale më krash nuk është. Mirë po, do të pas kujdes se ku po shkojmë, me çka po këshyrim, me çka po bëjmë, me çka po flasim, me çka po ndëgjojmë. E kjo jetë koranor, mu fut në praktik në jetën tonë, na sot kishim me qenë populli më i mirë, gjemat më i mirë, familje më e mirë, po student më të mirë. E Allahu xhaleshanu në ka qortuar vërejtjen. Kini kujdes, mos i keq përdorni këto të mira që ju kam dhuruar, se sot që di që një ditë do t'ja marr dhe do të përgjigjeni për ta. E prandaj shumë nga ne kemi sot, po çka i kanë këto të mirat, shohin, po nuk e shohin të vërtetën. Kanë vesh, ndëgjojnë, po nuk e ndëgjojnë të vërtetën. Kur është kohë me debatu për të mirë, e për hajër, e për dobi shoqërisë, po nuk debatojnë. Vetëm fusin po përçamje, spekulime, tradhti, shpionazh e tjera, po çka do thot i kish përdorin tronin, e kish përdorin zemrën, jo për të mirë, po për të keq. Shifni çka po na sjell feja islame, shifni çka po na mëson Kurani, shifni çfarë jetë po na jep Kurani neve. A ka vërejtjen këtë jetë, do thot, po thot mos fol çka s'dish. Mos thuj diçka që kum pa, e ti si ki pa. Mos thuj diçka kum dëgju, ti si ke dëgju. Sa për ndryshe kime pagu faturën e shtrenjtë. Lutim Allahun xhaleshanu me na udhëzon rrugën e tij, rrugën e Kuranit. I lutem me Allahun xhaleshanu që jetën tonë ta kemi me dritën e Kuranit, hecim sipas Kuranit. Këto ishin disa ajete që kemi zgjedhur na sot për temat të komentime tematike, për me kuptua, po edhe po mundohemi me gjetë ajete që janë të lidhura me njëri tjetrin, që me dal tematika kështu shëndosh atë. Rëndësia e dëgjimit, të veshëve, të pamurit, të zemrës, kokës, mirë përdorimi se si të përdorim për të mirë, po edhe keni kujdes. Po të punon të sot bota sot me këto udhëzime kuranore, s'kishim me pas në sot as bombat atomike, s'kishim me pas në sot as bomba kimike, s'kishim me pas në sot ato bombat që do të thonë çka në weapons of mass destruction, slihat demar shami, li thënë arabisht, ato bombat armët, çka do të thonë me shkatrim përgjithshëm, çka në runa zot që i kanë përdorur Hiroshima, Nagasaki amerikanët, apo që i kanë përdorur në Vietnam. Bre, do të me pas kujdes bre, të mirat mos me i keq përdor bre. Allahu na ka falë të mirat, po me kuptu realitetin, me njoft Allahun xhaleshanuhu dhe me jetu sipas këtyne ajeteve që po mundohemi na me komentu. Ju falenderojmë për mirë dëgjim.
Ju falenderojmë për kohën dhe respektin, me kaq e mbarojmë pjesën e tretë. Tani kalojmë edhe pjesën e fundit, një 2-3 pyetje moderator, të lutem nëse ka mundësi se jam I lodhur pak sonte. Po. Dhe shifëm inshallah javën e ardhshme. Alhamdulillah rabbil alamin. Faleminderit shumë, Allahu të rujt edhe për këtë pjesë të tretë të shpjegimeve që morëm. Prandaj po edhe ne do të nisim me një herë, nuk e di a keni të nevojshme në pauzë me ilahi apo do të kalojmë me një herë në pyetje për mos me mirë. Me një herë edhe nëse ka mundësi. Po, patjetër, po. Pyetja e parë thot kështu. Mirëmbrëma, përshëndetje për emisionin, thot po ju dëgjoj për herë të parë dhe njëkohësisht po ju shoh në YouTube. Po kënaqem me pamjet vizuale që po shfaqni, sepse pas keni bënë një përgatitje edhe tematike, po edhe me anë vizuale. Deshta të bëj një pyetje e cila po mendoj që mund të jetë rreth temës. Të atyre personave të cilëve Allahu ua ka marrë të pamurit që në lindje, të dëgjuarit ose shqisa të tjera, a vlen kjo qasje e kësaj mënyre të ligjerimit tuaj, apo ata janë në base të përjashtuar nga kjo? Faleminderit për pyetjen. Është pyetje pak sfiduese për mua. Besoj që jo, nuk është kjo metodë imja, nuk vazhdon për ata që Allahu ja ka marrë shqisat e të pamurit apo të ndëgjimit për shurdh me mecet, po për ata duhet do thotë dikush që flet atë gjuhën e gishtave, apo kupton çka punon. Po, kështu që mirën vesh apo japën në përlajme sot I kemi, për ata duhet do thotë një person special se si me dërguar mesazhin te ta. Kjo ligjërata ime nuk është e mjaftueshme për ta. Nuk është e mjaftueshme. Na kemi prej shurdh me meseve do thotë që janë musliman, mirë po kuptojnë, ose janë gjendje me fol, apo dikush edhe ndoshta edhe nuk shetash ata probleme, është edhe me ata që nuk shohin. Ata që nuk shohin, ata kanë dhënë një metodë është speciale në ata të shkollat do thotë që janë me aftësi të kufizuara, I thënë do thotë. Po duhet të thotë një trajnim special për ata vëllai. Unë nuk jam I trajnuar për ata, nuk di çish më mësua ata. Po vëllai, për çfarë do thash është sfiduese për mua, dhe nuk ka turp me thonë që nuk di, si thash edhe më herët, më njerëz Allah që shtrovon apo shif në vllazën, Më njerëz vjen pyetje unë se ku po më që kësi pyetje vjen mua. Tash nuk bën këtu më filozofu me një llogave mu tregu edhe filozof pa vend. Vallai nuk di. Po nuk di, duhet në kry shkollë speciale, se si mi këshillu ata, se si mi udhëzu ata, çka nuk shohin fjala apo çka nuk dëgjojnë. Ashtu është profesion special. Vallai, boftë vallai në shkolla teknike të në Kosovë, apo në botë normal ka mësues, ka profesor që mirën me këtë zanat. E kërkojmë ndihmë nga ata. Patjetër. Qëse që më shumë se kaq nuk di valla. Po. Mirë, pyetja radhës vjen nga Albani, thotë ta ka mundësi thotë me pyet ligjëruesin lidhur me këtë metodë të edukimit që po e bëni ju në radio, pse nuk futet edhe në shkollë kjo mënyrë e të edukuarit? Po, na duhet neve që kjo bërthom, apo si më dhe kjo piknisje, inshallah e shahajrin, ose gjeneratët e dikush bëhet shkaktar që të futut në për shkolla, se na duhen neve disa persone tjerë që kanë këtë vizion, që shohin çka po shohim na, që mendojnë pak kështu si mendojmë ne. Na duhen do thotë studentë, na duhen studiues, na duhen ndjem të ri, po sikur ju, që këtë mënyrë bashkëkohore, do thotë apim edhe komentimin e fesë. Çfarë të keqe ka kjo për studentët tanë? Çfarë të keqe ka sot, domethënë kjo për edukimin dhe arsimimin tonë? Unë besoj jo, pse na do thotë jemi specializuar këtë drejtim, por nuk shoh kur një farë të keqe. Do thotë përdorim gjitha të mira shkencore, po I përdorim gjitha të mira teknologjike. Po lidhemi me gjendjen aktuale. Po lidhemi do thotë
po diagnozojmë gjendjen, pastaj edhe po japim shërimin. Është një djalë i ri i cili u mësu gjithmonë me pa filma haram, filma të këqija, se s'po du mi përmend ata fjalë, po qysh me shpëtu ato nga kjo humner, nga kjo xhehenem, sa ajo rasën xhehenem, ajo rasën zjarm, ajo të jetu botën e ëndrave. Ato duhet një herë, dy herë në terapi me marr. Me thonë që hej, ki me dhonë përgjigje, hej, ka mundësi me të marrë Allah, me t'i marrë këtë sy, hej, ka mundësi Allah Gjeleshanuhu me ta dërgu në i dënim, hej, ki kujdes, në një smundje, hej, disa herë, do shta dikur i logjika truni i punon, dhe nalet nga vijimi, shikimi i filmave të ndryshme haram që janë. Po dikur është ta që nuk donë me ndëgjuaz që ti të kam shqivli vesht me ata vokmene, apo me ata speaker dhe bu gjithë ditën, në më thotë, jetën në botën e arshme, më ndaj botën tjetër, edhe ajo problematik. Nuk o bota vish bum, gjaze, disco, pop, rock, këta dione, hej, ka dhe fjallë tjera me ndëgjua. Po edhe ato do terapi një herë, dy herë, tri herë, po me shpëtu. Po, me shpëtu. Nuk bën me jetu me ëndra sot edhe rinia jonë dhe thët, po me i nga familja, e me lyp shërimin në për rrugë, me lyp shërimin, apo zgjidhen në për droga, në për kafenena, për klubet natës, se zemë për mratot, po kur për marrë një dosë të drogës, apo të alkoholit, apo të birës. Nuk o kjo zgjidhje, nuk o kjo shpëtim. Zemra, truni, shiqimi, këta jenë aparat special, sistem. I kalon Allah Gjeleshanu, do të më bashkëpunu këta, po është obligimi ynë, do të mi fut në për shkolla, me dalë në për tregje, me dalë në për dyqane, po me dalë me do fletushka, që e janë një shpëtim. E janë një shpëtim, largoni nga ajo jetë, nga ajo gjendje ku jeni. Normal, duhet ekip. Pasil që formohet ekipi, i binqëm, i do të thuj vendost, në duhet vizionin i plan, edhe me dal nga dal, me udhëzu rinin. Udhëzimi o gjallar, udhëzimi jonë, puna jonë, ka me dhe ishte për xhamia. Apo thuj me drese, rrethën, gushta. Ku ki pati sot në për rrugë diçka me reklamu, apo me promovu për islam. Ku ki pa në për treg diçka të sot, tak me qitë një plakat, hej, kini kujdes, mos vjedhni, mos mashtroni, mos shqitni mallin e prisht, hej, kini kujdes, mos punoni me kamat, hej, kini kujdes, mos punoni me fajde, hej, kini kujdes, ku të hani bukën për restoran dhe thuni bismillah, hej, kini kujdes, po ku të hani me dorë djath, ku kemi në kësifar për reklama, ku kemi kësifar? A përshini fejen, çka dhe me thonë regjimi komunist, akoma vazhdon të na, pi komunizmit, dhe sot dhe asaj ditë nuk ka reforma metodën, mënyrën e praktikimit fejës. Për që që dhe po dhe i kutën një fejën, thët fej, gjenaze, hoxha, xhamia, vore, me vlydi, a rinia tutët, marë ku t'i afrosh të rinis, pa këtë mënyrë, bashkohore, që shpo mundohemi na, që shkemi mësu, që shna ka mësu, se s'jemi na perfekt, nuk jemi na perfekt, mësë na keq kuptoni, po, e ka më pas mendim tjetër. Neve na do të rinia, sa qëta fjallë që ka i ndëgjum, po qëta udhëzimet koranore, hajde t'i fusim plakata, në logo, hajde, ta përhapim këtë mirë familje, në lagje, po në treg, në përdyqane, po vazhda një jetë zera. E kështu nuk shka një jetë. E Allah në ndihmoft, edhe ka mjaft që ka të flitet, ka mjaft që ka të punohet, ka mjaft që ku me bo reforma, mirë po, mirërisht, nuk kemi aso iniciativa do thot për ndryshim do me thonë masiv. Gjami, vallëki, gjami, të shpije, gjami. Po, si kish? Shkon kish, po, njerë në javë, vallëki, shkon gjami njerë në gjuma, vallëki, apo në 5 vakë, dilë, gjami, qa, jeta, fe. E ja është jeta me Koran, emisionin, për çka kemi zgjedhur me jeta? Allah shka thon Kur'an, thuaj jeta ime, gjallëria ime, vdekja ime për Allah. Prej çati momenti si dalun nga shtëpia ime në mëngjes, me bismillah edhe izi makinën për punë. Nëse jam taksist apo shofer diçka, jeta ime me Kur'an. Po. Ai fortare, a pilon dorët e tij. Apo thot bismillah kur po gatun buk. Po. Sa është niveli i pastërtisë? Ai mekaniku,
Po, a thot me bismillah kur për merë qelsa të ndorë. Po, apo e kut kurizin mishteriut. Apo, po i sinqert në mjeshtrinë e tij, profesionin e tij. Ai mjeshtri, ai inxhinier, ai mjeku. Ç'e jeta? Çështu i shërohemi na, çështu na ngjallemi. Po, Allah na ndihmoft ti zotri, kush na pyetje me vend, ka mjaft çka flitet. Inshallah ndal nga dal na do të japim ta platformat tona, u këta planet tona. Allahu xhela shanu inshallah sjell në ditë bereqet. Amin. Faleminderit. Amin. Doktor, kemi në inkuadrim një telefonat, e përshëndesim. Selamu alaikum, mirë se erdhët. Assalamu alaikum, përshëndet stafin, Faleminderit. edhe profesorin. Zoti ju shpëlbeft me këto ligjërata, edhe juve që përgatitni këto programe. Amin. Shumë mirë shpjegoi profesori më herët rreth kuptuarit e ajeteve, shpjegimi tyne. A thua, nuk e di a pajtohet me mua, hoxhallar po m'doket, ndoshta jam gabim, edhe janë bërë ditë sot shumë autoritativ për shpjegimin e ajeteve, ose mu afruat tek kuptimi i ajeteve, kështu që thonë për shembull, ju nuk e kuptoni këtë, s'mundeni me një këtyne shpjegimeve, nuk jeni autorizum, kur na dim për shembull kohën e Resulllahit apo mas një kohë pas Resulllahit, muslimanët atë që kanë ditë janë afruar Kuranit dhe kanë kuptuar sa kanë kuptuar. Për shembull ka pas sahabë që ka ditë 2-3 ajete, po me ato ka jetuar dhe ka jetuar kështu 100% si musliman. Edhe dua të them për shembull ata s'kan pas kohë të shkojnë nëpër xhami apo nëpër vende ku mësohet. Kanë hes punës ditore, kanë vazhdu jetën, kështu që kanë qenë edhe shkëlqyshëm. A thu, është pak si dhe marrja hoxhallarëve shumë në dorë, si më thënë, para që përmendi Efendiu, për që jënë bërë si krishtet, në xhami edhe aty, për shembull vetëm hoxhallarët e kanë në dorë dhe kështu vazhdon jeta i muslimanëve. Edhe njerë përshëndes, inshallah suksese në programet ardhshme. Faleminderit. Aleikum selam. Aleikum selam. Faleminderit. I nderuar Xhi, faleminderit. Po me të vërtetë sahabët që shtati ashtu ka qenë metoda e tyre. Edhe ndoshta ju kujtohet në një prej misioneve hyrje në komentimin e Kuranit, do të thotë meditimin e Kuranit, ka qenë metodë, po ka 5 ajete, mi mësua e mi praktikua. Edhe kemi thënë një prej ligjëratave që pejgamberi alayhis salam nuk e ka komentuar krejt Kuranin, nuk e ka bërë tefsir krejt Kuranin komplet. E kanë kuptuar sahabët vetvetijo, instinktivisht, e kanë kuptuar me natyrë të pastër, se janë gjëra të kuptueshme, po halali është i ditur, harami i ditur, po edhe në largu pi haramit e kanë punuar me halal. Edhe sot xhamati, po t'jem puna tashti, Allahu xhela shanu ku thot në Kur'an wa auful kayla idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim. Kur matni me vag, matni drejt. Kur matni do thot nëse shitni me litër çumsh apo diçka tjetër, shitni sakt. Nuk ka nevojë këtu me shku te hoxha apo te hafuzi apo te profesor, se po është ajeti i qartë po është. E ti prandaj ti si tregtar, po nuk i nevojë me prit fetvën, po a bën valla me qit më pak tomël apo sok apo nëse Ramazan me limonada apo boz diçka më pak e më marr parë për 1 litër. Jo nuk bën. Se Allah po thot, po shitni me mas të drejtë, po tamam. Edhe kur bleni, edhe kur shitni, po jeni të sakt. Edhe kur matni sakt. Ky ajeto, çaq i kuptueshëm, çaq i domethën i thjesht për më praktikuar saqë nuk ka nevojë as pak me pyet, as nuk ka nevojë për tefsir, as për koment, as për hoxha, as për asgjë. Edhe shumica e ajeteve të Kuranit, çish ka thënë Ibn Abbas dhe komentatorët e Kuranit, po janë të kuptueshme. Janë të mëdha ajete të kuptuara dhe më kuptohen vetvetijo. Normal, ka disa pjesë ajeteve janë domethënë komplikative, duhet aty dietar u marr me ato, po ato i pyesin. Po sa i përket halalit të haramit, Hurrimet alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir, e tjera 10 harama që i ka përmend Allahu xhela shon, e keni haram me hangër softimin, e keni haram me hangër mishin e derrit, e keni haram me hangër me pi gjakun, e keni haram me hangër ajo kafshë cila
ka ngordhe, e cila është karapi majës bjeshkës, e cila është therrur nga kafsha tjetër. Ajetet kuptune. Nuk ka nevojë me shkone te myftia te hoxha në bashkësi islame me pyet a ka hoxh a bën me hangër mishin e derët apo diçka tjetër. Puna vet. E këtu do thotë xhamati duhet vetë me punu. Vetë populli me çu jetën me Kur'an. Ajeti Kur'ani po thotë tilka hududullah, këta janë kufit e Zotit. Vijat e Allahut xhaleshano, fela ta'tadua, mos i te kaloni ata. Çka ka lidhje kjo me xhallarta? Na nuk kemi si në katolik, si në protestantizëm apo në katolicizëm, po që prifti ai tjetër autoritar apo në kish. Jo, edhe. Si hoxha, si hafuzi, si profesori, si haxhia, në të gjithë jemi njëjtë para Allahut xhaleshano. Më i miri prej ne është ai i cili punon normal, çka nuk di, no haxhi, po çka pyetë dietarin, çka pyetë hoxhën. Ama disa gjëra këtë kuptohen, s'ka nevojë me gjonat më thjeshta të fesë, po me shku me pyet. Prandaj na duhet çështu me aktivizu jetën tonë. Kështu duhet me çu jetën tonë, se është jeta e lehtë, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri. E kemi lecuar Kur'anin për studime, për kuptime e për mësim. Fa hal min mudakkira, ka dikush që mëson, e studion, e lexon. Unë pajtohem me pyetjen me haxhiun, Allahu shpërblet, do thotë autoritativ me qenë xhallar, po, në jo, kjo feje sa shtatynë, ase imja, kjo është Allahu xhaleshon, ti je duke shërbëni, ti duke bën social service, po je duke kryer në shërbim shoqëror, po religious social service më thon, po, domthon ti Allah i ka thënë pejgamberit, ti nuk je përgjegjës për ata, as ti suni obligon ata mi futën fe, po. Prandaj duhet që na dhe vetë marrim iniciativën, kuptojmë, çka nuk dim, normal, ndalemi, i respektojmë shqisat tona, ato që nuk dim, nuk përzihemi pa di, nuk bëhemi mjek pa qenë mjek, po ato duhet me respektu dhe ajeti që i komentu më herët, këtë mënyrë që e jetën tonë me Kur'an. Faleminderit, besoj që isha i qartë në këtë koment, Allah ju rujt. Amin. Po. Doktor, këto ishin pyetjet që arritën deri më tani, nëse nuk kemi diçka për të shtuar në fund të këtij programi, ne ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në program dhe për kohën tuaj që ndat bashkë me ne në këtë emision të sotëm. Edhe unë nuk personte mjaftoj me kaq, se mos në njerë dhe fjalët e tepërta i prishin ato që më herët që kemi folur, inshallah janë të rekorduara, janë të incizuara, dhe po mjaftoj me kaq, duke dëshiruar edhe ju edhe ndëgjuesve suksese, jetë mirë dhe të bereqetshëm inshallah me Kur'an. Dhe ju përshëndes dhe ju lënë në kujdesin e Allahut xhaleshano deri në javën e ardhshme. Mos na harroni prej lutjeve tuaja. Dhe selamun aleikum wa rahmatullah. Allahu subhanahu. Aleikum salam, faleminderit edhe një herë. Ne e përshëndesim profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha, me të cilin ishim në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Jeta me Kur'an. Faleminderit shumë. Ne të dashur miq, këtu po e mbyllim edhe këtë transmetim për sonte, duke ju falenderuar të gjithë juve që na ndoqët deri në këto qaste, duke ju falenderuar ju që ishit pjesë e programit me anë të komenteve, me anë të dëgjimit dhe me anë të shpërndarjeve që i bët këtij emisioni. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju ftoj të na bashkoheni edhe në emisionet e ardhshme. Në emrin tim, Avni Lugici, dhe në emër të gjithë stafit të radios Dituria Islame, ju përshëndes me Assalamu alaikum, deri në takimin ton tjetër, besni në mëshirën e të Madhit Zot. Natën e mirë.